Kur të marrësh me lexu Kur'anin, duhet kujtosh që edhe duhet kesh ndërmend që ndryshe nga çdo libër tjetër, për çdo gërm të këtij Kur'ani Allahu xhaleshanu të shënon 10 sevape, 10 shpërblime. Nuk do gjesh asnjë libër në univers që për çdo gërm të tij të shkruhen 10 shpërblime kur ta lexosh edhe kur ta përcjellësh atë, subhanallahu. Si thot profeti alayhi salatu wassalam, thot kur lexon një besimtar, thot për çdo gërm thot ka 10 shpërblime i shkruan. Nuk them thot elif lam mim thot një shkronjë, po elifi është një shkronjë, lami është një shkronjë, mimi është një shkronjë, pra me gërmzu çdo ajet dalin 10 mira e 100 mira shkronja që mund t'i lexojë njeriu për pak momente, po themi, për 1 orë ose për gjysmë ore nga koha e tij. E prandaj ky Kur'an është i begat. Kitabun anzalnahu mubarak. Një libër të cilën ne shpallëm të begat nga të gjitha anët, nga mësimet e tij, nga udhëzimet e tij, nga përjetimet e tij, ai të pastron shpirtin e zemrën, nga shpërblimet që merr në mësimin edhe në leximin e tij. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Më i miri ndër ju është ai i cili e mëson Kur'anin dhe e mëson ato të tjerëve. Elhamdulillah.